Ekonomia shqiptare është duke u fuqizuar, por me ritmin aktual mund të duhet gati një gjenerat që vendi të arrijë gjysmën e të ardhurave mesatare të vendeve të Bashkimit Evropian. Kjo është gjetja kryesore e bërë publike nga raporti i Bankës Botërore për ekonominë shqiptare, ndonse e shprehur në mënyrë më të moderuar gjatë prezantimit. Shqipëria ka bërë një progres mbreslënës për sa i përket tregut dhe stabilitetit ekonomik, uljes së varfërisë dhe reformave që afrojnë me standardet e Bashkimit Evropian. Gjithsesi duhet një konvergjencë më e madhe për të përshpejtuar aspiratat e shqiptarëve për të integruar në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, ministri i Financave Petrit Malaj mbështeti rekomandimet e Bankës Botërore dhe theksoi se vendi ende nuk e ka arritur potencialin e plot ekonomik pavarësisht zhvillimeve pozitive të viteve të fundit. Shqipëria ndodhet në një moment vendimtar. Gjatë viteve të fundit kemi treguar qëndrueshmëri dhe kemi ruajtur stabilitetin makroekonomik përballë goditjeve nga jashtë. Megjithatë, e dim që arritja e objektivave tona afatgjata kërkon përpjekje të reja. Sfida jonë nuk është vetëm rritja ekonomike, por edhe krijimi i mundësive të reja, veçanërisht për të rinjt. Ndër të tjera, gjatë prezantimit u vu theksi edhe tek ndarja e buxhetit për mbrojtjen sociale. Për shkak të plagjes së popullsisë, rrezikohet që skema aktuale e pensioneve të bëhet gjithnjë më pak e qëndrueshme. Prandaj Banka Botërore rekomandon ndryshime të mëtejshme, përfshirë dhe zgjatjen e moshës së daljes në pension. Deri në vitin 2060, pritet që 34% e shqiptarëve të jenë mbi moshën e pensionit, duke vënë skemën nën presion, nevojën në reforma për të zgjeruar bazën e kontribuesve, për të nxitur rjetësi në punë dhe për ta mbajtur skemën e pensioneve të qëndrueshme për brezat e ardhshëm. Për të garantuar një rritje afatgjatë, raporti thekson se duhet investuar më shumë tek të rinjt, pasi shpenzimet për edukimin e hershëm përbëjnë vetëm 0,08% të PPB-s, që është 10 herë më i ulët se mesatarja e OECD-s. Po ashtu vetëm 10% e fëmijëve nën moshën 3 vjeç janë të regjistruar në çerdhe publike, thuhet ndër të tjera në raport.